Dashi. Puna. Keni disa aktivitete shumë kërkuese që ju presin në këtë periudhë. Prandaj do të ishte më mirë të zgjidhni ato dhe të mos të riqeni nga asgjë tjetër, gjë që nuk ka të bëjë as pak me interesat profesionale. Dashuria. Çiftet do të lehtësohen pak, pasi partneri do të përfshihet shumë në jetën dashurore, kështu që do të jetë shumë bashkëpunues dhe do t'ju jap një mbështetje të çmuar. Financat. Gjatë këtyre 7 ditëve jeni të kujdesshëm kur blini sende të reja për shtëpinë ose pronën e re. Deni. Puna. Ju nuk keni zhvilluar mirë disa ide, kështu që mund të dëshironi të kaloni javën duke menduar më shumë për të gjitha këto aspekte. Ndërkohë, punoni shumë për të ardhmen tuaj gjithsesi. Dashuria. Java do të kërkojë më shumë vëmendje kur udhtoni, veçanërisht nëse ka të bëjë me partnerin tuaj. Ky ndikim kompleks vlen dhe për ata që kanë një partner i cili është në një qytet apo vend tjetër. Dhe një sqarim më shumë në këtë plan ka të bëjë me një partner të lindur në shenjën e dashit, luanit ose shigjetarit me një person të tillë gjithmonë mund të prisni të papriturën. Financat. Shumë pak gjëra do të varen nga dëshirat tuaja. Zhgënjimet nuk përjashtohen. Kjo është veçanërisht e vërtetë për pritjet tuaja të parave. Binjakët. Puna. Ju gjithmonë i keni marrë për zemër ato projektet që mund t'ju kishin dhënë pak emancipim, lavdi dhe famë, por në këtë periudhë ato janë me mungesë. Ju do të duhet të bëheni të vetëdijshëm për këtë dhe të mendoni për gjëra të tjera. Dashuria. Do ta keni të vështirë të shkoni mirë me partnerët gjatë gjithë javës, por është një përpjekje që duhet bërë. Në këtë mënyrë do të jetë gjithashtu e mundur të kapërcejmë çdo moment krize. Financat. Nëse keni lindur në shenjën e binjakëve, këtë javë do të keni mundësinë të fitoni të ardhurat të mira, por monitoroni me kujdes kostot që planifikoni të bëni ose që do të lindin papritur. Gaforja. Puna. Punoni në mënyrë që gjithçka të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të mund të kaloni në diçka tjetër. Natyrisht, detyrat që keni në këtë periudhë janë të shtrënguara për ju. Sa më shpejt të keni mbaruar, aq më shpejt mund të bëni dëshirat tuaja të vërteta. Dashuria. Do të keni shumë ulje dhe ngritje, gjë që do të bëjë që ju të jeni të tensionuar për disa kohë. Gjithçka duhet të zgjidhet në fundjavë, kur do të keni mundësinë të jeni së bashku me partnerin tuaj pa shkujdesje. Financat. Bilanci në buxhetin tuaj do të jetë shumë i rëndësishëm gjatë këtyre 7 ditëve. Gjatë javës, shmangni ndarjen e çështjeve tuaja financiare me njerëz të tjerë, veçanërisht nëse ata kanë një zhvillim konstruktiv. Luani. Puna. Keni shumë besim tek ata që ju japin premtime, pa u siguruar që ata mund t'i mbajnë ose nuk mund t'i mbajnë ato. Në vend të kësaj, ky detaj mund të ndikojë në të gjithë punën tuaj. Dashuria. Ndoshta ka disa lajme për ju, të cilat do t'ju vënë në gatishmëri, veçanërisht në lidhje me marrëdhënien tuaj me dikë që keni takuar kohët e fundit. Financat. Nëse keni lindur në shenjën e luanit, këtë javë keni më shumë kontroll mbi financat tuaja. Shmangni ofertat joshse për fitime të shpejta ose investime të lehta. Virgjëresha. Puna. Ju mund të ngadalsoni këtë javë, por mos u shqetësoni shumë për të detyruar dhe njerëzit përreth jush. Ju duhet të mësoni të lini bashkëpunëtorët tuaj më të lirë, përndryshe do të imponoheni pa mësuar asgjë. Dashuria. Do të duhet të përballeni me çështje të ndryshme në lidhje me marrëdhënien tuaj, por edhe në lidhje me punën ose me jetën e përditshme. Nuk do të jetë e lehtë, prandaj duhet të përpiqeni të mbani një ekuilibër të mirë. Marrëdhëniet afatgjata mund të përmirësohen. Financat. Disa nga ngjarjet e papritura gjatë javës do të lidhen me shtëpinë tuaj, pronën që zotëroni ose ndonjë lloj prone. Blerjet janë të mundshme, por shitjet në lidhje me familjen ose pronën e tyre, mallrat janë gjithashtu të mundshme. Peshorja. Puna. Mundohuni të vendosni aksione tek njerëzit përreth jush, pa qenë shumë të ashpër. Veproni drejt që t'i jepni mundësi vetes të jeni më të lirë dhe të pavarur në zgjedhjet tuaja. Dashuria. Përfshihuni në diçka të bukur këtë javë, sepse ju e meritoni atë ashtu siç e meritojnë njerëzit përreth jush. Nëse jeni në gjendje të kryeni këto revolucione të vogla, të gjithë do të përfitoni. Financat.
Financiarisht, java sjell siguri në shtëpinë tuaj, fal veprimeve ose të ardhurave të gjithë anëtarëve të familjes suaj. Akrepi. Puna. Po punoni për projekte interesante, por kohët e fundit jeni mbështetur në idetë e dikujt tjetër. Sidoqoftë, nuk i keni kontrolluar me kujdes, kështu që kjo mund të ndikojë në rezultat. Dashuria. Thjesht merrni vendime për javën tjetër, pa i detyruar të tjerët të ndryshojnë mënyrën e të qenit dhe të menduarit. Në fakt, do të ishte e rrezikshme të rrezikosh kaq shumë, veçanërisht me njerëzit që janë takuar kohët e fundit. Financat. Bëni kujdes në marrëdhëniet financiare me të huajt. Nëse prisni që dikush të shlyejë një huaj që ju është dhënë kohët më parë, atëherë pritjet tuaja mund të jenë të kota, të paktën për këtë javë. Shigjetari. Puna. Shkëputuni nga ato besime që keni bërë, nga paramendimet. Vetëm në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të kapërceni kufit tuaj. Mbi të gjitha, mund të ketë disa lajme interesante për ju. Dashuria. Do të përpiqeni të mos bien në momentin e fundit për të organizuar diçka të bukur, sepse partneri mund të bëjë angazhime pa ju. Mos u humni në shpërqendrimet e përditshme. Financat. Nëse keni lindur në shenjën e shigjetarit, këtë javë do të shmangni bërjen e planeve të parave. Mos bëni ose kërkoni premtime në lidhje me paratë, dhe nëse ato kanë të bëjnë me të afërmit ose miqtë tuaj. Britsjapi. Puna. Racionaliteti juaj do t'ju lejojë të përvetësoni informacione të shumta, veçanërisht ato në lidhje me punën tuaj dhe dinamikën e lidhur me të. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që ju do të jeni në gjendje t'i kuptoni plotësisht ato. Dashuria. Cilësimet tuaja sentimentale aktuale mund të jenë mjaft të gjata për të vazhduar, por tashmë ndjeni diçka që po shembet brenda jush. Filloni ta korrigjoni atë duke i bërë vetes pyetjet e duhura. Financat. Më në fund do të arrini të merrni përfitimet nga projekti realizuar së fundmi. Financat tuaja do të përmirësohen gjatë kësaj jave. Investojeni ato në mënyrën e duhur. Ujori. Puna. Ju mund të merrni disa vendime të rrezikshme nëse nuk ndiqeni nga afër këtë javë. Siç ndodh gjithmonë, ju e lini veten të rrëmbehet nga xhetësia e momentit dhe pasiguria juaj. Dashuria. Vazhdoni me qëllimet tuaja e megjithatë duhet të përpiqeni të mos i lini pas premtimet tuaja. Një organizim më i mirë sigurisht që do të kishte qenë më i dobishëm për ju, por nuk është aq e thjeshtë me karakterin tuaj. Financat. Këtë javë mund të merrni një ofertë ose mundësi për të blerë diçka me interes për ju. Ngjarjet në lidhje me shitjen e sendeve ose pasurish që zotëroni janë të mundshme. Gjatë kësaj jave, shumë do të jenë të lumtur me para ose një dokument që do të vijë përmes ndonjë institucioni ose përfaqësuesit të një kompanie, organizate e tjerë. Peshqit. Puna. Ndaloni dhe shikoni se çfarë keni arritur deri më tani. Mund të nxirrni disa mësime shumë të dobishme. Kjo duhet të jetë java e reflektimit, por edhe e vetkënaqësisë. Dashuria. Tani jeni të sigurt për atë që ndjeni ndaj një personi që është afër jush, kështu që nuk duhet të humni më kohën tuaj, por të flisni sinqerisht. Financat. Këtë javë do të merrni para përmes një dokumenti apo transferte bankare.